ndër të tjerë, i një vendi të ndarë në mes nga kufiri mes Shtetit Bashkuar dhe Meksikës. Njësoj si të ndajnë mes një qytet mes Shqipërisë dhe një fqinji. Të njëjtët njerëz, e njëjta traditë, të njëjtat zakone dhe dy realitete totalisht të ndryshme. Në njërën anë të kufirit, gjithçka funksionon, në anë tjetër të kufirit asgjë nuk funksionon. Në njërën anë të kufirit, kopshte, shkolla, shërbim shëndetësor dhe përgjithsisht qetësi publike, në anë tjetër të kufirit, krim, drogë, e të gjitha të tjerat radhë. Pse? Njëtë njerëz. Sepse në njërën anë të kufirit sundon ligji i cili garantohet nga institucionet, në anë tjetër të kufirit sundon forca dhe ekuilibrat garantohen nga forcat mbi ligjin në territor. Dhe pikërisht këtu është madhështia, por edhe vështirësia e sfidës sonë. Me këtë reformë që sot është e shkruar e zeza mbi të bardhë në letër dhe që ka filluar të japë rezultate të prekshme, ndërkohë që duhet të garantohet në jetëgjatësinë e vetë, jo nga njerëzit, po nga institucionet. Ndërtimi i institucioneve të projektuara në atë reformë nuk është një proces që mund të përmbushet as në një dekadë dhe as në 2 dekada. Një dekadë tani më ka kaluar, një dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij. Që do të thotë nga pushteti politik. Natyrisht që nëse i afrohemi një afresku të madh, e kemi të pamundur të perceptojmë të gjithë kompleksitetin e tij, dhe nëse shkojmë shumë afër murit, ka shumë gjëra të cilat duket sikur nuk shkojnë. Prandaj është gjithmonë e domosdoshme, edhe pse më e lehtë të thuhet sa të bëhet, që të mbajmë distancë për të parë në kompleks një afresk i cili po pikturohet ditë pas dite nga një numër shumë i madh forcash në hapësirën që ka krijuar reforma në drejtësi. Arsyeja pse sfida është kaq e jashtëzakonshme dhe njëkohësisht kaq madhështore në historinë e vendit tonë është pikërisht sepse ndërtimi i institucioneve është diçka krejt tjetër nga përpjekjet e politikës, të vendimarrjes, të përfaqësuesve, të grupeve të interesit për të konceptuar dhe për të
realizuar hartën e veprimeve. Në fund të ditës ka një të vërtet shumë të thjeshtë. Njerëzit nuk korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuara mbi bazën e institucioneve që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë këdo. Unë kam sjell dikur një shembull dhe po e risjell këtu, kur diskutohej vendosja e rripit sigurimit në Shqipëri. Vendosja e rripit sigurimit në trafik ishte diçka jashtëzakonisht e vështirë për t'u perceptuar nga shqiptarët. Dhe kishte një fakt që e dallonte shqiptarin këtu me shqiptarin në Gjermani. Asnjë shqiptar në Gjermani nuk e konceptonte dot që të ndiste makinën pa vënë rrypin. Por shumë pak shqiptarë e konceptonin që të vinin nga Gjermania këtu dhe të mbanin rrypin. Dhe një ditë një ambasador i Gjermanisë më thotë, çudi e madhe, thotë, ju shqiptarët, as këtë gjë, thotë, nuk e mësoni shpejt. I thash gjo, ty do të vi keq, po unë kam parë punonjës të ambasadës gjermane pa rryp sigurie në Shqipëri. Edhe kjo është e vërtet. Sepse nuk është komisionet janë të lira, të inkurajuara, madje të shqyrtojnë gjitha nismat që janë në kalendar. Dakor, po kjo nuk ka lidhje as me ndonjë qëndrim të qeverisë, apo është procedurë parlamentare, është përfshirë në kalendar. Komisionet vijojnë punën e tyre. Ky është qëndrimi. Zoti Sajmir Koreshi, për procedurë. Zoti Sheja i foli. Faleminderit, kryetar. Po dhe unë kisha